Analisti Arjan Konomi ka reaguar me tone ironike pas debatit të ashpër mes Albana Osmanit dhe aktivistes Gjeni Karaj. Ai e nisi komentin e tij duke theksuar se ishte i habitur që e pa sërish Osmanin në ekran, pasi sipas tij ajo ishte zhdukur prej kohësh nga jeta publike. Moj Albana Osmani, sa u gëzova që të pash në ekran dhe njëherë se je zhdukur dhe kuptuam që je gjallë, shpreh Konomi, duke vijuar me një notë sarkastike se ndryshe nga perceptimi i mëparshëm, Osmani tregoi se kishte mendime të vëra për tema me peshë. Sipas tij, mediat e kishin paraqitur gjithmonë si një figurë të lehtë, pa thellësi, por ky debat nxori në pa një anë tjetër të saj. Po pse të kenë mbajtur si motorolaqen e televizioneve që kanë ekzistuar ndonjëherë dhe ti ke kaq mendime të bukura për gjëra kaq të rëndësishme dhe që ne s'të kemi kuptuar kurrë, shtoi analisti. Konomi e cilsoi Osmanin si një burrnesh tropoje, duke ironizuar ata që e kanë ftuar ndër vite pa i dhënë hapësirën e duhur për të shprehur qëndrime. Në fund, me një ton të ashpër e përzier me humor, ai deklaroi: Albana, shqyr që të pam dhe mos të pafshim më kurrë mendime të tilla. Reagimi i tij ka zgjuar diskutime në rrjet duke u parë si një përzierje ironie, komplimenti dhe kritike për figurën televizive të Osmanit.